Të nderuar të pranishëm, nderuar kolegë, partner, të ftuar, është kënaqësi e veçantë të jem sot mes jush përsëri për të mikpritur prezantimin e raportit të tranzicionit të Bankës Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim për vitin 2024. Ky raport ofron një analizë të thelluar të një problemi tepër dinamik të ditëve të sotme, riformulimin e politikave industriale në një kontekst global të ndryshuar nga sfida dhe mundësit reja. Duke vendosur në temën qendrore të raportit të këtij viti, Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim nxjerr në pah gjendjen gjithnjë më shumë komplekse dhe ringjalljen strategjike të politikave industriale si mjet për përballimin e ndryshimeve strukturore në ekonomitë e zhvilluara dhe ato në zhvillim në shekullin e 21. Sot këto politika nuk janë thjesht një mjet për mbështetjen e industrive ekzistuese, por duhen parë si një levë për të krijuar ekonomi më të diversifikuara dhe inovative. Për më shumë se 2 dekada, në Shqipëri dhe rajon u kemi dhënë përparësi reformave strukturore që ndërtojnë institucionet forta, përmirësojnë klimën e biznesit dhe krijojnë një ekonomi të hapur dhe konkurruese. Këto reforma kanë kontribuar në një rritje ekonomike mesatare prej 3.5 deri në 4% gjatë 5 viteve të fundit, ulje të papunësisë në nivelin e 11.3% në 2024 dhe një rritje të konsumit privat prej 7%. Këto reforma kanë qenë dhe mbeten thelbësore, por sot nuk janë më të mjaftueshme. Sot përballemi me një realitet global krejtësisht të ndryshëm. Tensionet gjeopolitike kanë shkaktuar një rritje prej 30% në kostot e zinxhirëve të prodhimit, të furnizimit që nga viti 2020. Fragmentimi tregtar ka reduktuar fluksin e tregtisë globale me 5.4% në vitin 2023, sipas Organizatës Botërore të Tregtisë. Politikat e riindustrializimit në ekonomitë të avancuara po kanalizojnë mbi 80% të investimeve globale drejt teknologjive të pastra. Shumë ekonomi, përfshirë edhe tonën, po përballen sot me rënje demografike, ndryshime në tregun e punës dhe disbalanca sektoriale. Në këtë kontekst, debati mbi politikat industriale ka kaluar nga diskutimi në strategji të qarta të bazuara në dhëna. Çfarë do thotë kjo në praktik? Së pari duhet kuptojmë se politikat industriale sot nuk kanë të bëjnë me mbrojtjen e industrive të vjetra, por me nxitjen e sektorëve të së ardhmes, atyre që mund të rriten, të shkallëzohen dhe të krijojnë vlerë të qëndrueshme. Për shumë vende të Bergjit, përfshirë Shqipërinë, rruga drejt rritjes përmes eksporteve tradicionale industriale është bërë edhe më e vështirë. Në vend të saj po shfaqet një mundësi e re, eksporti i shërbimeve të digitalizuara dhe të tregtueshme ndërkombëtarisht. Këto shërbime të inovacionit global, si teknologjia e informacionit, dizajni, logjistika dhe analiza të dhënave, janë në zemër të rritjes së produktivitetit dhe vlerës së shtuar, por për të zhvilluar ato nevojiten themele të forta, investim në arsim, fuqi punëtore e kualifikuar, infrastrukturë digjitale moderne dhe kapacitetet e larta institucionale. Disa ekonomi të Europës qendrore dhe lindore tashmë janë bërë eksportues lider në fushën e shërbimeve kompjuterike. Edhe Shqipëria gjithashtu ka potencialin të ndjekë të rrugë. Së dyti, politikat që ndërmarrin duhet jenë të harmonizuara me procesin e integrimit evropian. Si ekonomi e vogël dhe e hapur, me 70% të tregtisë orientuar drejt vendeve të Bashkimit Evropian, Shqipëria ka më shumë për të fituar duke ecur drejt konvergjencës me Bashkimin Evropian. Përveç kësaj, anëtarësimi në SEPA na afron me tregjet europiane dhe redukton kostot e transaksioneve ndërkombëtare me 30%. Së treti,
duhet garantojmë përfshirje dhe qëndrueshmëri. Politikat industriale nuk duhet fokusohen vetëm tek sektorët ku kemi potencial për të fituar në tregjet globale, por edhe tek ata që janë jetik për punësimin dhe kohezionin social brenda vendit. Ato duhet mbështeten nga politika vendore, përshtatura për kontekste specifike, si zonat ekonomike të veçanta, duhet të dizenjohen me kujdes, duke theksuar karakteristikat specifike lokale dhe rajonale. Së katërti, ndihma shtetërore duhet fokusohet tek firmat me potencial të lartë. Të dhënat tregojnë se firmat e reja dhe dinamike janë nxitësit kryesor të punësimit dhe inovacionit. Politikat e orientuara për stimulimin e tyre, të tilla si garancitë e kredive, huat me interesa të subvencionuara apo fondet e kapitalit sipërmarrës të mbështetura nga shteti, mund të sjellin një ndryshim të madh në zhvillim. Të nderuar të pranishëm, në këtë debat për politikën industriale dhe drejtimet e zhvillimit, roli Bankës Qendrore, ndonse jo i drejt për drejt, është i veçantë dhe i pazëvendësueshëm. Banka Qendrore nuk harton politika industriale, por kontribon në to si garantuese e stabilitetit makroekonomik dhe financiar, kusht themelor për zhvillim të qëndrueshëm. Sot mund themi se ekonomia shqiptare po vazhdon të rritet, prodhimi brendshëm bruto u rrit me 4% në vitin 2024, inflacioni mbetet në nivelin 2%, kreditimi privat është rritur me 16.7% dhe raporti kredive me probleme ka rënë në nivelin historik prej 4%. Kjo pasqyron një sistem financiar të shëndetshëm, të qëndrueshëm dhe të aftë të mbështes sektorin real të ekonomisë. Stabiliteti i çmimeve, sistemet financiare funksionale, një sektor bankar dhe një sistem pagesash modern që i shërben ekonomisë reale, janë parakushte të rëndësishme për investime afatgjatë dhe zhvillim të qëndrueshëm të vendit. Përtej kësaj, Banka e Shqipërisë po jep një kontribut të rëndësishëm edhe në përmirësimin e përfshirjes në financë. Kjo përmes inovacionit të sistemeve të pagesave dhe antarësimit në SEPA, institucionalizimit llogarisë bazike, mbikëqyrjes efektive, edukimit financiar dhe promovimit të inovacionit financiar. Këto ndërhyrje hapin tregje dhe mundësi të reja, ndaj Banka e Shqipërisë do të vazhdojë të jap kontributin e saj në të gjitha këto drejtime me përkushtim dhe profesionalizëm. Në përfundim, ju ftoj të jemi ambicioz por të kujdesshëm, të hartojmë politika industriale të zgjuara dhe gjithëpërfshirëse dhe që përputhen me aspiratat tona afatgjata. Mbi të gjitha, ne duhet investojmë jo vetëm në sektorët e ekonomisë, por edhe tek njeriu si qeliza bazë e fuqisë punëtore, si dhe tek institucionet dhe infrastruktura që do të definojë Shqipërinë së nesërmes në rrugtimin ton drejt integrimit evropian, si një hapësirë mundësish për një transformim të pandërprerë.